Shefat e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve i kanë dhënë një tender me vlerë 3.4 milion euro kompanisë ET Konstruksion SHPK me pronar 90 vjeçarin Ramadan Ibrahimi. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 16 shkurt 2026, Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve ka njoftuar për zhvillimin e tenderit me objekt ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në lagjen Baba Rexhepi dhe lidhja e kolektorit në bulevardin e Sarandës. Çdo ndërtues që ka licencë biznesi ka të drejtën të kërkojë dhe marrë tendera, edhe sikur të jetë 100 vjeç, por pronarët e kompanisë ET Konstruksion SHPK janë në hetim nga SPAK për falsifikim dokumentesh e vjedhje fondesh publike në tenderin e ujësjellësit Zona Alto me Maliajt, bashkë me kompaninë KEG SHPK. Vlera e tenderit ishte 5 milion euro, dhe nga ish kryebashkiaku i Memaliajt Gjolek Guci, pagar dhe me 99.99% të fondit limit, ndërsa pronari 90 vjeçar Ramadan Ibrahimi i kompanisë ET Konstruksion SHPK në shkelje të kontratës ja dha punimet firmës që kishte bërë projektin, ja dha kompanisë Artreum Generation SHPK në pronësi të Lorenz Bamit, drejtori urbanistikës në bashkinë e Tepelenës, në hetim për korrupsion me tenderet, lejet e ndërtimit, tokat publike dhe fondet e IPARD, bashkë me ish kryebashkiakun Tërmet Peçi, në kallëzimin e KLSHM 28 tetor 2024 dhe në procedimin penal numër 216, datë 4 nëntor 2024 nga SPAK, thuhet se ish kryebashkiaku i Memaliaj Gjolek Guci, në bashkëpunim me pronarët e kompanisë ET Konstruksion SHPK dhe KEG SHPK, kanë paracaktuar marrjen e tenderit për ndërtimin e ujësjellësit me vlerë 5 milion euro. Po sipas dosjes hetimore të SPAK, janë bërë pagesa pa nisur punimet. Vlera e kontratës ju dha 30% më e lartë se kostoja reale e projektit, ndërsa ujësjellësi duhet kishte përfunduar e vënë në funksion brenda muajit maj 2023, por deri më tani janë kryer vetëm 20% e punimeve, ndërkohë që pronarët e kompanisë ET Konstruksion SHPK janë në hetim nga SPAK për aferën me ujësjellësin Memaliaj e tender të tjerë. Agjencia e Ujësjelljes Kanalizimeve, pas penalizimit, i dha edhe tenderin 3.4 milion euro për kanalizimet e Sarandës.